Qysh po kalon a mirë? Mirë, falem. Jena për Kosova Info, se dhe jena drejt për drejt këtu me ty. Vllavin, a e ke ftu apo ka vet? Jo, vlla vet ka ardhur se më thua. A e ke vetë sa ka me nejtë se kur këtë që të vetë kur shkën shpe? Jo, se më vetë, halo, so i me nejtë. Kur ka ardhë? Dje ka ardhur. Dje ka ardhë, njerë së dhe qite, apo kjo tha mos të rritha ma më rena. Po, pa dhe ditë tash në stea bëj shumë shpejt bëhet të këthejt me të. Jo, kjo tha më ka pëlqy, tha ma, ty ka pëlqy, dja, ka më më qu, tha, s'ka qare, tha, pa ma gjeta një pun këtë dhe se s'ka për të më qu ma në Kosovë. Jo, më mos të thejet kërë, dhe ashtë s'ka shka lyba tje. Po thua? Kalim me, qa me shku. Ma, se nusja jo të tha, i kom pregadita një shtikëll, ta qëta i këtim shej burrit. Ku e peti nusen. Pak hajgare, qysh është jeta në Gjermani? Mirë. Që sa vjetë e këtu? Që e 6 vjetë. Që 6 vjetë, a i një bjen tu? Së mua vjetu së më në shkur, veç mirë është. A e kështë ndru Kosovën me Gjermanin? Vëtë e ke ndru për nejse? Pa e këmë ndru, tash t'ja vëde. Thonë që Gjermania nuk është si për para, e për mbrapa që shokan? Se dive unë që 6 vjetë, ta vëde. Faleminderit që ishi pjesë e Kosova Infos. Jurujt zoti. Krejt e pja, bëja ti musafir të këto a? Ja, unë veç musafir, ja. Se pas kanë ndru numrin e telefonit kur erdhe. Ja, për këndra zi ma kanë dhonë një numër Gjermonit, bile. Seriozisht, Hamir, përshëndetje. Përshëndetje. Nga jeni? Nga Prishtina, vim për Kosovës. Prishtinës, okej. Jetoni në Gjermani? Po, në Gjermani këmë. E keni pru tash, e keni këta që kanë musafir? Është vllau, tjetëri është vllau i madh, ai është vllau i vogël. Vllavi i madh dhe vllavi i vogël kanë ardhur. Jo, veç vllau i vogël me vllaun e madh jemi këtu. Vllau i madh është 7 vite, unë që 2 vite afër. Okej, a kam studiali shqip? Po, A për na thuni vjerë shqip? Jo, s'po na dan. Pi vjen marre. Mase Merkelit kam i thanë, qysh është jeta në Gjermani? e mirë është, nuk është e keqe, është pak dinamika është më e madhe, pak më shumë me thonë ka stres më shumë, ama mirë, nuk është keq. Ju jetoni në Berlin, apo? Po. I Berlini po duket që është një vend shumë i qetë dhe shumë i sigurt. Është më i sigurt, është i qetë, ditëve të javës është më i ngarkuar, shumë në dillën është shumë qetë, sidomos dillëve, është shumë qetë. E keni pushim? Po normal. Ama ditëve të pushimit shumica rrinave dhe qëndrojnë në shtëpia, nuk është se dalin shumë, plus shumica përveç restoranteve, vendet tjera janë mbyllne, kështu që mirë. Okej, faleminderit që ishe pjesë e Kosova Infos. Faleminderit edhe juve. Ta këshirë me vllavi madh, a shkoj vllavi madh? Cëlli o vllavi madh? Shkoj ai. Cëlli o të shoka emrin? Ndali? Që jo,